Shikus ndëruar, Mira Ferizaja se edhe në këto qaste vazhdojnë të kremtojnë, vazhdojnë të gëzojnë për ditën e madhe të pavarësisë. Me që emocione po e përcjell të ditë historike, ne në këto qaste kemi ftuar pranë mikrofonit qytetarin e parë të kësaj komune, zotin Bajrush Xhemali. Zoti Xhemali, çka ka karakterizuar ditën e sotme në jetën tuaj dhe në qytetin tuaj? Me që më pyetni për jetën time, unë vërtet kam pas një jetë të rëndë, si vetë robëria si që është, por kjo ditë që ishte sot, vërtet gjitha ato vujtë, gjitha ato i ka shtrinë në gzim, i ka këthy në një atmosferë vërtet festive. Ky gazmend ka që madhë, ky manifestim ka është dinitoz, që vërtet qytetarët e Ferizas sot kanë dhënë një provim jashtëzakonisht madh pjekurisë tyre dhe dijes lartë qytetëruse. Ishte vërtet një manifestim shumë dinitoz, shumë i madhëreshëm, ashtu siç është vetë dita e pavarësisë Kosovës, vetë kjo ditë historike, kjo ditë e madhëreshme për shqiptarë dhe në veçanti për kosovarë. Ju ishit në bollë të organizimi, ishit udhëheqës i këshillit organizativ, e patët vështirë? Po, sigurisht që organizimi ka të sfidat e veta, por me bashkëpunëtorët e me këshillin organizativ që ka qenë vërtet nivel, nuk e kam pas vështirë. Se cili ka kry punën e vetë dhe mendoj që ja kem dalë. Ja kem dalë sepse vërtet është tregu se Ferizaj vërtet din edhe të festoj me një disiplinë dhe dinitet. Është karakteristikë se ashtu si kemi kërku nga qytetarët Ferizajës, ashtu dhe ka ndodhur. Nuk është përdor, unë s'di që është përdor një armë zjarri dhe vërtet kanë qenë nivelin që është kërku nga kjo ditë ka që madhe. Raportet nga tereni, raportet zyrtare nga shërbimi policor i Kosovës thonë se Ferizaj, rrethina e Ferizaj, ditën e pavarësisë e ka shënuar me pa as incidentin më të vogël. Si e vlerësoni ju? Ashtu si s'kem kërku me kongë valle hare, me vallëzime kashma që po bonë këtu dhe me gjithë këtë emocion që është këtu, vërtet unë sam që a thamë vetëm fjallë të mira mund të them sepse nuk ka pas, nuk është lajmëru asë një incident, sa do i vogël qoftë. Edhe në aspektin e sigurisë, edhe në aspektin e manifestimit disiplinuar dhe të tëja. Dhe vërtet kanë qenë gjithë vetëdijshëm për këtë datë që nuk do të harrohet kur. Edhe ky emocion, ky gëzim ka që madh. Unë i falenderoj vërtet nga zemra qytetarë. Në ditarin e jetës suaj e thatë edhe në fillim, por e din gjithë qytetarët e Ferizajt se janë shumë shënime. Por ushon kjo natë, çfarë do të shkruani, çka u ka mbet kujtese veçantë nga kjo ditë? Por kjo natë vërtet është shpaguar shumë çka do të thoja, edhe pse çdo kush që ka vepruar për çështje kombëtare nuk ka menduar se ti shpaguan në kuptimin personal. Por kjo datë, kjo mënyrë e manifestimit vërtet për mua do të shënohet në ditarin tim të jetës si një ditë tepër e madhëreshme. Keni vuajtur gjatë në burg, familja juaj ka pas shumë vuajtje, por shumë vuajtje kanë pas edhe Ferizajës të tjerë, familje të tjera, Kosovës. Mendoni se është shpaguar, apo keni ndëruar si gjenerata për jetoni të ditë? Unë thash, s'ka mendu që të më shpaguat dë njerë, po mu personalisht më shpaguar shumë fish, me vetë faktin se Kosova ka fitu pavarësi. Unë mendoj që në shpaguat gjitha sakrifisat që ka bërë populli shqiptar, sepse natyrisht për darë dhe të një pavarësi, një mbesi, duhet shumë sakrifisa, gjak, lët, mund, dhe vërtet kjo ka ndodhë për është shpagu dhe ne jemi mundu pikrisht për këte që ka pas një rezistencë fuqishme, sakrifisat mëdha, ti nderojnë gjithë ata që kanë bërë diçka për Kosovën, pa të mos flasim për dëshmorët, herojnë, për viktima që kanë rënë. Ne ju kemi kushtu një pjesë të veçantë në krejt manifestimin e sotëm dëshmorëve të kombit, kemi shku të Varrezat, kemi pas flakadan asë sa janë dhe dëshmorë që do të rrinë në dezër për 24 orë dhe në orën 11 do të ketë fëshek zjarë
as dëshmorë se janë nga një fishek zjarë do të shkrepet për hir, për respekt, për nder që të atyre që kanë gjithë shka prej vetës dhe në këtë ditë ka shma nështore në mungojnë. Vërtet, ata në një farforme ne mi munduar që ti nxallim s'paku veprën e tyre, sakrifisin e tyre. Në këto momente kur ne po e zhvillojmë të bisedë nga regjia, pra nga studia drejt për drejt e televizionit tema, më lajmërojnë se tashmë disa shtete janë deklaruar botërisht që ta njohin pavarësinë e Kosovës. Si e komentoni ju? Po mendoj se Ferizoja ka dhënë kontributin e vetë në këtë kontributin që ka dhënë sot Kosova. Unë përsa jam informuar për informacione që kam me qendrën në tërë Kosovën është festu madhërishëm, shumë dinitetshëm dhe kemi të regu një shembull se ne dim, duam dhe mund të festojmë ashtu si që kërkon bota civilizuar dhe kemi dhënë një shembull që edhe ky besoj ka ndikuar që shtetet mos hezitojnë dhe të na njohin. Natyrisht që është një histori më vete për njohjen që na bëhet për shkak se ne kemi treguar me shumë çka, po dhe dita sot më besoj që ka treguar se ne jemi në nivelin e detyrës. Sot Ferizaj në historinë e vetë 130 vjeçare nuk ka pasur kur numër më të madh qytetarëve të bumë një vend. Sipas vlerësimeve të ekspertëve, Ferizaj sot kanë definuar dikon rreth 80.000 qytetarë. Pra ishte i vogël sheshi kryesor, rruga dëshmore të komit për të zënë. Na kanë mbetur edhe pak orë për të festuar. Keni ndonjë porosi për bashkëqytetarët tuaj? Po unë kam një porosi, kështu si s'kemi ditë të rezistojmë gjatë dekada dhe shekujve, ashtu si s'kemi ditë të festojmë sot, besoj që do të gjejmë mënyra edhe për të zhvilluar qytetin e Ferizajt, për të zhvilluar Kosovën, sepse tash na pret një detyrë krejt tjetër, detyra zhvillimit të Ferizajt, detyra për të aqu përpara zhvillimin ekonomik, kulturor dhe në gjitha aspektit Kosovës. Unë dëshiroj çdo të mirë qytetarëve të Ferizajt dhe të Kosovës dhe besoj që do t'ja dalim. Tash, bazën e kemi hedhë shtetit Kosovës, do të dim të forcojmë dhe të bëmi krah shteteve tjera në çdo aspekt dhe në aspektin e zhvillimit, në aspektin e kulturës gjitha tjera. Faleminderit, gëzuar urime dhe juve punë të marë, televizionit tema, televizionit që po vazhdimisht po transmeton direkt, kjo ne ka madhruar dhe këtë manifestim këtu në qytetin tonë, po besoj edhe në krejt, edhe në diasporë gjeti ku edhe shifet dhe dëgjohet ky televizion. Urime suksese. Shikues të nderuar, ne në këto momente nuk na mbetet tjetër, por edhe një herë t'i falenderojmë dhe të përulemi para gjithë atyre që kanë bërë sakrificën sublime për të pasur ne fatin si gjenerat, por dhe ne si gjenerat e gazetarëve të raportojmë nga kjo ngjarje vërtet madhështore.